Pas kërkesave të mëdha nga ju që të përgatisim një recetë për një baklava të shpejtë, dhe unë gjithmonë mundohem të sjell gjitha kërkesat e juaja. Për të mbushur këtë baklava, do të përdorim edhe kadaif. Unë përdor nga ky kadaif i butë dhe i hollë, por mund të përdorni cilin do lloj kadaif që keni dhe ju gjendet në shtëpi. Në total do të na nevojiten dikun 150 gram me kadaif, por kadaifin do të vazhdojmë që ta bluajmë në blender, sepse na duhet që t'jetë më imët i bluar. Tani marrim një enë më të madhe dhe vazhdojmë kadaifin e bluar ta shtojmë aty. Ne tek kadaifi do të shtojmë edhe 200 gram ara të bluara. Pasi shtojmë arat, vazhdojmë tani përzijmë mirë që të na bëhen bashk kadaifi me arat. Dhe kjo është mbushja e baklavës që do ta përdorim. Tani na duhen pita të gatshme për baklava, së cilën vazhdojmë që ta lyhem me pak gjallë të shkrirë. Në total do të përdorim 3 petë për mbështjellje. Vendosim petën e parë, po vendosim petën e dytë. Këto peta që po i përdorun i blej në treg të qytetit, shiten kështu të buta, të pangrira, janë shumë të holla dhe baklavat me vërtet dalin shumë të mira. Në secilën petë shtojmë nga pak gjalp. Mos harroni të shtoni gjalp. Peta e tretë dhe e fundit, përsëri shtojmë gjalp. Dhe vazhdojmë tani të shtojmë nga mbushja që e përgatitëm me kadaif dhe ara dhe e përhapim mbi tërë sipërfaqen e petëve. Pasi e mbushim mirë, vazhdojmë që ta mbështjellim me kujdes në formë roleje, duke e shtypur mirë që të ngjiten gjitha pjesët. Në total, unë kam përgatitur 4 rollat të tilla dhe tani me thikë do të vazhdoj që t'i prej. Mund t'i prejni në masinë që ju keni dëshirë, për mua mendoj se kaq janë mjaftueshëm. Si për tërë baklavën, do t'a lyhem me pak gjalp të shkrirë, cilin e kam mbetur në tenxhere. Tani vazhdojmë në pjekje. Fura është e parangrohur në 200 gradë dhe ashtu në zjarr mesatar do ta pjekim diku parafërsisht 30 minuta. 10 minutat e fundit, pasi e ndalojmë furën, lejojmë që baklava të qëndrojë në furë edhe për 10 minuta tjera. Shtojmë tani që ta përgatisim sherbetën. Në një tenxhere më të madhe shtojmë 1 kg me sheqer. Si për sheqerit, do të shtojmë 1 litër me ujë. Përzijmë mirë dhe vazhdojmë në zjerje. Në zjarr mesatar presim derisa sherbeti të marrë. Nga momenti që do të fillon të vlon, e zijmë fiks për 10 minuta dhe e largojmë nga zjarri. Baklava është pjekur dhe që kam larguar nga fura dhe ka marrë një ngjyrë të bukur të artë. Lejojmë që të ftofet diku parafërsisht 10 deri në 15 minuta dhe vazhdojmë që t'ja hidhim edhe shërbetin. Tani, si për baklavas së vakët, e shtojmë shërbetin e vakët. Gjithçka që duhet të bëjmë tani është që të presim që baklava të pushojnë në sherbet. Më spaku 2 deri në 3 orë. Ta tërheq pak shërbetin brenda dhe të vazhdojmë të ta shijojmë. Dhe shpresoj që do ta provoni edhe këtë recetë të një baklavaje të shpejtë dhe të lehtë për festën e Bajramit, për të gjithë ju që nuk dini t'i hapni petat ose keni dëshirë edhe ndonjë recetë të re e cila ka një shije unike. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.